Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 9, data 9 maj 2026. Duke se kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, kjo ditë e shtunë na mëson shumë gjëra, sepse duke pasur parasysh një ditë kalimin nga emocioni në logjik, pra ka një ndikim mjaft pozitiv sepse ka të bëjë shumë me ndikime të mëdha dhe pikërisht në lidhje me punën, lidhje me karrierën. Dhe kjo do thotë ndihmesa dhe jo vetëm. Nuk kemi probleme me çështjet ose nuk do kemi probleme për gjëra që do neve kërkojmë ose duam të realizojmë, sepse kjo ditë e shtunë është një ditë mjaft e rëndësishme, sepse do thotë ditë e Saturnit, ku na ndihmon mbi gjërat që neve kërkojmë. Dita e shtunë, paraditja është shumë e pozitive, sepse na ndihmon në bisedime që do të bëjmë, në çështjet madhore që kemi dhe jo vetëm. Prandaj gjithë gjërat që janë ndikimet më të mira të mundshme dhe stabilizimi bën punën e vet. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.r dhe aty mund të gjeni gjithçka mbi paketa që Astrologo Pikal ofron dhe më pas mund të na flisni dhe të flasim nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit, ju më dërgoni emailin. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë që matet me impulsin e punës, të karrierës, të ndryshimit, të marrjes vendime të rëndësishme dhe pikërisht ky moment është mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në çdo aspekt të çështjeve të karrierës, por dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditës së parë, me dëmt e ditës së tretë që është perfektja, por njëkohësisht ka edhe një kuptim tjetër kjo në lidhje me pozicionimin e planeteve që jep mundësi, jep kohë dhe ndryshime, sepse ju që jeni në diasporë ka indikim shumë të mirë, sepse do lidhet me anën ekonomike dhe financat dhe një çështje biznesi e lën pezull dikur, por vjen momenti tani për të parë se çfarë do të bëni në anën tuaj dhe ky është një moment shumë i artë dhe ndryshe nga që mendojmë, por dhe gjykojmë. Në lidhje me një udhëtim bashkim familjar do jetë megafore të 10 ditësh parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit duket se keni dhe është mundësia juaj për sa i përket ndryshimeve dhe marrjeve vendime të rëndësishme. Por një mundësi që juve ju jepet të shenjës së demit, demi gjithmonë është në kërkim të së vërtetës, në kërkim të ndryshimeve të mëdha që vijnë, por njëkohësisht edhe ana ekonomike financiare. Lidhje me financat, edhe pse demi është kërkues, vetvetes kërkues në gjërat e tjera që do të diktojnë, por dhe ndryshimi i madh që vjen në anën tuaj, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me anën e financave të biznesit të tyre, sepse kjo periudhë është ekonomia dhe zbatimi i logjikës, sepse juve ngadonjëherë logjikoni mjaft mirë, por të tretë nuk dalin ngadonjëherë ato çështje që juve keni ose mendoni ndryshe dhe nuk e arrini ta konceptoni të nesërmen. Megjithatë, dita e sotme mvaret shumë nga çdo të bëni juve në blerje që mund keni, të ditë që 2 të shenjës së demit mund ta ketë mundësinë, por dhe një nga mundësitë të tjera që do të rregulloni punën tuaj, të rregulloni karrierën tuaj dhe me disa takime, disa çështje shumë të rëndësishme me takime që do të keni dhe momente që do jenë tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse ndryshimet janë të dukshme dhe kjo ditë është mjaft e mirë për të marrë vendime të rëndësishme në këtë aspekt. Dashuria duket se lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e ditës së parë, me ujorët e ditës së dytë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Binjakët të dashur, nëse juve doni që të nisni një punë të re për shembull, ose bëni një blerje, ditë e sotme shihet për blerje momentale, për blerje që keni të bëni dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë ose diktojnë në anën tuaj, është mundësia mjaft e mirë dhe shumë pozitive mbi gjërat që kërkohen ose çështjet ekonomike financiare, biznesi dhe anët më të mira të mundshme që do të keni. Por megjithatë është edhe kjo periudhë që vërtet niset në fushën tuaj më të mirë të mundshme dhe karrierën, se karriera ka të bëjë shumë dhe një ndryshim shumë i madh. Një ndryshim vërtet pozitiv, vërtet korrekt nga ana juaj, meqense binjakët e ditës së dytë kanë një takim që do bëjnë tani, edhe ky është takimi më i mirë i mundshëm, i qenë ndonjëherë në fakt, për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe anës pozicionit të planeteve që ju jep mundësinë
të dhjetësit të tretë për të zgjidhur problemet e pazgjidhshme. Mbi çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet ndikuese dhe erëzatuese për atë që është tani në këtë periudhë, ka të bëjnë shumë me lidhjet afatgjat, do thotë binjak ujor, binjak gafore, ka ndikime shumë të mira, por me virgjëresht të dhjetësit të tretë duhet të bëni pakujdes sepse mund të keni grindje. Grindjet janë grindje në fakt dashurie, por meqense se jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe keni dhe mundësinë, por gjithsesi ju keni një governator dhe kjo ju ndihmon për sa i përket zgjidhjeve dhe çështjeve madhore që do të keni tani tutje. Është momenti i artë, është momenti për punën, për karrierën tuaj dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë dhe do të diktojnë në këtë aspekt. Megjithatë, bashkim familjar që do të keni është me dash, nëse juve keni një dokument për të marrë që jeni në jashtë Shqipërisë, e keni mundësinë për këtë gjë, do thoni juve po mirë, kjo është t'i çtune, çfarë dokumente mund të marr. Bisedimet bëhen, bisedimet ka të bëjnë me ligjin dhe shumë gjëra të tjera që do të keni mundësinë mbi gjërat që do të prisni në anën tjetër, sepse duke biseduar, duke rregulluar gjërat, është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Shkon tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Meqense gaforet tani në këtë periudhë janë mjaft mendojnë shumë për një ardhmë të afër, mendojnë shumë për gjëra që do të kenë, por në shumë gjëra, në shumë drejtime do thosha unë, është periudha tani, është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që ngado që është ose mundësitë që kanë bëjnë në fushat e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimit të madh, lidhje me takimet e punës, lidhje me anën pozitive të planeteve, të kohës të duhur dhe momentit të duhur që keni. Kjo do të thotë që zbatimet dhe ndryshimet, periudha që ndikimet janë mjaft të mira, sepse gaforet nga njëra anë mundsojnë shumë në punë, në karrierë, në ndryshimet e tyre, por mos harrojnë sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi çdo takim që bëhet për të mirën tuaj. Çdo takim që keni ose gjëra të tjera që nganjëherë neve mund mos jemi aty ku duhet, por jemi në gjëra që neve kërkojmë. Jo të përfundojmë të gjitha, dhe kjo është një mundësi e artë, një mundësi shumë pozitive, ku kjo periudhë do të shikoni dhe vetë, ku do të ndikoheni shumë në këtë drejtim, sepse është një moment mjaft i mirë dhe mjaft pozitiv në ekonomi, në stabilizime, dhe do keni dhe një gëzim shumë të madh në familjen tuaj në këtë të shtunë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricjap të dhjetësit parë, me dashje të dhjetësit tretë dhe me ujor, është diçka ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Luani. Luan të dashur, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira të mundshme në lidhje me çështjet që kanë bënë me takime, ka të bëjnë dhe me vendime të rëndësishme, sepse vinë nga ana juaj, por gjithsesi edhe kjo periudhë që do të keni ka të bëjnë me gjëra që vërtet nga ndonjëherë mund të jenë pak a shumë të ndikuar, sepse juve prisni shumë gjëra në një kohë, por nuk ja realizoni dot për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse me karrierën e keni vënë në vijë gjërat dhe kjo bën që të ndiheni superior, të ndiheni mirë me veten tuaj, të ndiheni mirë me të tretët dhe gëzimi dhe vazhdimësia ka të bëjnë shumë me gjëra të mëdha në jetën tuaj, të përditshmërinë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetësit parë, me shigjetarët e dhjetësit të tretë, është perfektja, por luan ujor duhet pasur pa kujdes se ndryshe mendoni ju, ndryshe gjykojnë të tjerët, po punë e madhe. Se çfarë thonë të tjerët është punë e tyre, se çfarë bëni ju, jeni ju. Dhe kjo do thotë mundmente, kjo do thotë mundësi dhe kohën e rëndësishme për sa i përket gjërave të mëdha që do të keni gjatë kësaj periudhe. Por gjithsesi, me sa duket, është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv për stabilizuar gjëra të mëdha. Ajo që do të keni pa kujdes, bashkim familjar është me binjak të dhjetësit parë, por dhe me ujor. Por me ujor juve keni përballë gjën, mund të gjeni një zgjidhje momentale sepse është dhe koha, por ju keni pasur probleme në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e ndikimeve, që është shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, meqense virgjëreshat duket se
çdo periudhë ose çdo kohë që juve keni pasur dhe momente të mira në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me ndryshimet që do të keni tani e tutje, ka të bëjnë me vendimet që do të merrni tani e tutje. Nuk e diskutoj që është koha juaj ose momenti më i mirë i mundshëm është tani. Nëse doni që të rregulloni gjërat, nëse doni të arrini në finishin, në atë që juve prisnin, atë që juve kërkonin, atë që juve rregulloni disi, është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet është koha që juve do të shikoni të rregulloni gjërat e juaja në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime shumë të mëdha që vijnë drejt jush, dhe kjo është një moment fantastik për sa i përket punës aktuale, për sa i përket gjërave që do të keni në drejtimin tuaj, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të 10 ditë të parë, me bricjap të 10 ditë të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa i përket shenjës së peshores, duket se peshorja është në anën e vet më të mirë të mundshme dhe koha ka treguar që në lidhje me çështjet ekonomike financiare do gjejnë zgjidhje, se kanë zgjedhur zgjidhjen e tyre, por dhe momenti është ideal. Në çështjet që lidhen me udhëtimet janë pozitive dhe kanë kohën e tyre, nuk e diskutoj këtë, por një takim mund të bëhet sot nga dreka, domethënë është mjaft pozitive, po sidomos dhe lidhjet afatgjat dashurie ka të bëjnë me dem, ka të bëjnë me shiketarët e 10 ditë të parë, por një vëmendje do të bëjnë me peshk të 10 ditë të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se kjo periudhë është mjaft ndikuese e mirë në fakt, por duke filluar nga kjo ditë, janë gjëra që do të ndikojnë, do të keni disa ndryshime, janë pozitive për juve, sepse dita e shtunë shuhet shumë për anën ekonomike financiare dhe për ndryshime që do të keni në jetën tuaj, sepse një njohje mund të kthejë lidhje serioze, një lidhje mund të nisi një lidhje re dhe shkon në martesë. Pra janë gjitha gjëra që lidhen në pikërisht në këtë ditë, se është një ditë e veçantë në llojin e vet. Lidhjet afatgjat që kanë bëjnë me dem, kanë bëjnë me luan, kanë bëjnë me ujor, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shikjetari. Për sa përket shikjetarëve, me kësaj shikjetarët tani e tutje, sado që ata arrijnë, bëjnë, rregullojnë, stabilizojnë mundësitë që ata kanë, është një moment tani mjaft i mirë, sepse është stabilizues, është konkretizues në lidhje me anën e punës, lidhje me karrierën. Me karrierën njëherë nuk e diskutojmë sepse keni mjaft ndikime, keni mjaft pozitive, çështje pozitive dhe ndryshime të mëdha që do vinë drejt jush. Në çështjet që lidhen me punën tuaj aktuale dhe jeni shumë të ngarkuar këtë periudhë, bëni pak kujdes, sepse shqiptarët gjithmonë mundohen të jenë korrekt, po mundohen të bëjnë gjithçka dhe do t'i arrisin qëllimit. Po lidhet afatgjat kanë bëjnë me virgjëresh dhe me gafore të 10 ditë të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa përket bricapët duket se kanë një mundësi tani, një mundësi në lidhje me punën e tyre, kanë diçka shumë të madhe sepse duke pasur parasysh edhe anën ekonomike, por edhe gjëra të tjera, por kanë pasur disa probleme në ekonomi dhe disa bisedime që kanë bërë javën që po mbyllet, por këto janë drejt zgjidhjes, sepse përgatiten për javën që po vjen, por përgatiten për gjëra shumë të mëdha që do ndodhin tani e tutje, ku është dhe mundësia dhe momenti i artë për sa përket zgjidhjes dhe çështjeve konfliktuale që mund keni pasur dikur, por vjen një moment që sheshohet gjithçka nga dita e sotme e në vazhdim. Bricapët e dashur, keni gjithashtu një takim pune, një takim shumë të rëndësishëm, mund mos ta mbyllni këtë të shtunë, por keni kohën për javën që vjen, që është diçka shumë pozitive në anën tuaj, diçka shumë e mirë në anën tuaj, dhe kjo është edhe periudha që ndikojnë gjërat në favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshorët e 10 ditë të parë, me binjak të 10 ditë të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët në fakt tani në këtë periudhë janë në periudhën e mirë të tyre, janë në periudhën e ndryshimeve, të mundësive, të kohës, të gjërave që do të keni mundësinë e ndikimit, mundësinë e rregullimit, të rrezatimit dhe të anës financiare dhe të biznesit. Por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë të parë,
me agafore të ligjit që është perfektja, por një nga mundësitë më të mira që do të keni tani në këtë periudhë është me dëm të ligjit të dy, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë pozitive në familje. Një lajm shumë i mirë që mund ta merrni nga një takim i rëndësishëm mund të jetë dhe shumë i frytshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Peshë të dashur, keni mundësinë dhe kohën tani në këtë periudhë, edhe pse me vështirësi gjërat mund t'ju bëhen, por është koha më e mirë e mundshme. Shikoni, rregulloni, stabilizoni gjërat, sepse jeni në kohën tuaj, jeni në mundësinë më të mirë të mundshme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sidomos punën dhe bisedat që do bëhen. Kurse në çështjet e dashurisë duket se me binjak dhe me akrep është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, por nëse dëshironi më tepër, kemi astrologu.al, faqja roz shkon atje. Pastaj, duke zgjedhur paketën, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të dërgoni një email dhe flasni nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Nga unë Gjuro Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.